Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falenderimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë Allahut azza wa jall. Nëse paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Edhe sot po takohemi dhe të nderuar në takimet e zakonshme të radhës dhe do të vazhdojmë me lejen e Allahu xhalla xhelaluhu atje ku kemi mbetur në takimin e fundit. Ju kujtoj se në takimin e fundit kemi marrë emrin e Allahu xhalla wala el-Malik dhe kemi përmendur para se të marrim këtë emër se renditja s'paku fillimi do të jetë në bazë të renditjes që e ka përmendur Allahu xhalla wala në surën Al-Hashr. Andaj huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, pastaj ka në fund Ar-Rahmanu Ar-Rahim, pastaj ka El-Malik, dhe sot jemi takim me emrin Allahu xhalla wala El-Quddus. Pas emrit Allahu xhalla wala El-Malik, jemi takim me emrin Allahu xhalla wala El-Quddus. Ky emri Allahu xhalla wala El-Quddus është përmendur në Kur'an 2 herë, ndërsa në sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është përmendur në kuadër të disa lutjeve dhe dhikrave, përmendjeve që i ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në veçantë në ruku dhe në disa raste tjera. Se përket përmendjes së këtij emri në Kur'an, thash ka ardhur në 2 vende në Kur'an. E para në surën Hashr, sikur që përmendëm huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-Malikul Quddus. Aja është Allahu i cili nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush, posti El-Malik kemi marrë dhe ka ardhur El-Quddus pastaj. Dhe gjithashtu ka në ajetin e parë të surës El-Jum'a, ku Allahu xhalla wala thot yusabbihu lillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ardi El-Malikul Quddus. E madhron Allahu xhalla wala bën tasbih çdo gjë që ka në qiell dhe është në tokë, dhe ai është El-Malik El-Quddus. Andaj në të dy rastet ku ka ardhur përmendur emri Allahut El-Malik, ka ardhur i shoqëruar me emrin Allahu xhalla wala El-Quddus. Fjala Quddus apo emri Quddus në gjuhën arabe në kontekstin gjuhësor, para se të kalojmë tek në raport me Allahun xhalla wala, i ka 2 kuptime. Quds, Qadasa, në gjuhën arabe i ka 2 kuptime. Kuptimi i parë është i ndërlidhur me pastërti. Pa e tokës së pastër i thojnë Quds. Prandaj edhe Qudsi që është në Palestinë e ka marrë ardh muqaddasa, tokë e pastërt. Do të pastër nga mëkatet, e pastër nga tmetat, dhe çdo gjë që është e pastër në gjuhën arabe do të përdoret përmes këtij emri dhe përmes kësaj shprehje. Madje në disa pjesë do të botës arabe edhe kovës së larë me te i thujnë Quds, nga se përmes saj njeriu pastrohet. Për këtë arsye, kuptimi i parë i fjalës Quddus, nga fjala Quds ose Qadasa, është kuptim i pastërtisë. Dhe kuptimi i dytë, Quds, është në përputhje apo në përshtatje me emrin Allahu xhalla wala. Ky emër, do të thonë, kjo shprehje është përputhje me shprehjen që është e njohur edhe për neve nga gjuha arabe el-baraka. Prandaj çdo sen që është e bekuar, çdo sen që është me bereqet të madh, në gjuhën arabe përmendet si Quds. Prandaj edhe nga ky kuptim gjithashtu është edhe Qudsi që është në Palestinë, edhe është e pastër, por është edhe tokë e bekuar. Ka se na tokë kanë shkel shumë pejgamber dhe janë zhvilluar ngjarje të mëdha të adhurimit të Allahut azza wa jall. Dhe mjafton për ato bekim që Allahu xhallahu ala e ka sill nga Mekë aty Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për ta ngritur pasaj në qiell. Prandaj këto janë 2 kuptime gjithsesi që sillen rreth fjalës Qadasa. Në aspektin e temës që po flasim për të, emri i Allahut Quddus, padyshim se të gjitha ato kuptime gjuhësore mund të baten edhe në kuptimin e emrit të Allahut azza wa jall, i pastërt dhe ai që me emrin e tij bekohet çdo gjë. Dhe bekimi këtu nuk kupton shtimin,
qoftë shtimin e sasisë apo shtimin e mundësisë së përdorimit, është pak, po shumë mund të përdoret. Andaj Allahu xhalla xhelaluhu e përmend në surën Al-Baqara atë ajetin ku flet për krijimin e Ademit alayhis salam dhe dialogun që është zhvilluar mes tij dhe mes melajkeve. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allahu xhalla wala thot o idh qala rabbuka, dhe kur Zoti yt i tha me lajkeve, unë do të krijoj khalifa. Ka disa kuptime që i kam përmendur ulemat. Një prej këtyre është një krijesë që do të trashëgohet një pas një, me emanet caktuar, me rol caktuar, dhe do të trashëgojnë këtë rol dhe këtë emanet gjenerat pas gjenerate. Khalifa kjo është yakhlufu ba'duhum ba'da, trashëgon njëri tjetrin. Ose khalifa në kuptimin e udhëheqës së tokës me emrin e Allahu xhallahu ala dhe me ligjin e tij. Qalu ataj'alu fiha, melajket thanë, a do të bësh në tokë dikën i cili do të bën shkatërrim në tokë, o yasfiku ad-dima, dhe do të derdh gjak, wa nahnu nusabbihu bihamdika, dërsa ne nusabbihu bihamdika. Shikoj këtë shprehje të melajkeve që jep me kuptu njohjen e thellë të melajkeve për adhurimin e Allahut azza xal. Kanë thonë nusabbihu bihamdika. Nusabbihu do të pastrojmë nga çdo emet, do bëjmë tasbih ne, nga se ti e meriton këtë, jo pse ne ta bëjmë këtë nder ty. Andaj bihamdika për shkak se ti ai që meriton të bëhet kështu ndaj teje. Ta adhurosh, wa nuqaddisu lak. Që nuqaddisu lak, dietarët i kanë ka dy kuptime. Nuqaddisu lak, kuptimi i parë është në raport me emrin Allahut El-Quddus. Do të ne të pastrojmë ty nga çdo emet. Sikur se do të vijë më vonë ato fushat, mejdanet, aspekte që pastrohet Allahu xhallahu ala nga çdo emet, nga sa është i pastër. Ne të pastrojmë ty nga çdo emet, nga çdo shoqërues, nga çdo ortak, nga çdo gjë që nuk të ka hije, që tjetë të drejtohet ka atje, ne të pastrojmë nga kjo. Kjo është një kuptim. Dhe kuptimi i dytë ka thënë disa prej ulemave të tefsirit, nuk ka disulek, ne do të tentojmë që të jemi edhe më të pastër në raport me adhurimin ndaj teje. Si lloj kërkese me lajkeve, do të thotë që mos t'i ndron Allahu xhallahu ala me krijesë tjetër. Nga sa ata e kanë dier se krijimi i njeriu në tokë apo do të kthen fokusin ka toka. Dhe njeriu do të bëhet tash epiqendra e zhvillimeve dhe adhurimeve të Allahu xhallahu xhelaluhu, nëse deri më tani ishin me lajket e Allahut azza xhel. Prandaj nuk ka disulek, mos na ndra, nëse është nevoja të pastrojmë më tepër, pastrojmë, nëse më s'ka pas gjunoha. Megjithatë e ka shpreh kët si dëshirë të madhe që mos të ndrojnë me krijesa të tjera në adhurimin e Allahut xhallahu ala dhe në shërbimin e tij. Andaj Imam Taberiu rahimahullah kur e komenton këtë ajet dhe fjalën nuqaddisu dhe emri Allahut El-Quddus, thot nunazzihuka wa nubarri'uka, ne të pastrojmë ty dhe distancohemi nga tëra ajo që të bashkangjesin ty ata që të bëjnë shirk. Prandaj emri Allahut El-Quddus, njëri nga kuptimet e tij është që të gjitha ato që mushrikin, paganët, idhujtarët i angjesin Allahu xhallahu ala, se ka sharik, se ka shok, apo se ka mes neve dhe atij ndërmjetësues, e të meta të tjera që ata i adresojnë Allahut azza xal, të gjitha këtu rënohen me emrin Allahut El-Quddus. Dhe gjithashtu wa nusalli lak, dhe ne falemi vetëm për ty. Andaj gjithashtu nga kuptimet e emrit Allahut El-Quddus është që të gjitha adhurimet të jenë të pastërta, të jenë të kulluara, të jenë të maksimalisht të zhvishura nga çdo emet, nga se i dedikojnë diku që është i pastër nga çdo emet. Këtu janë disa kuptime thash që i kanë thënë dietarë në lidhje me emrin Allahut El-Quddus. Ibn Qayyim rahimullah thot el-munazzahu, thot Ibn Qayyim rahimullah, emri Allahut El-Quddus nuk kupton të pastruarit e Allahut azza xal nga 3 gjëra. E para min kulli sharrin, nga çdo e keqe.
Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa sharru laysa ilayk." Edhe keqja dhe sherrri nuk është prej teje, nuk vjen kurrë prej teje, nga ti El Quddus. Andaj fillimisht e pastrojmë Allahun xhalla xhelaluhu. Ne nuk kemi ata që e pastrojmë, por e adhurojmë Allahun xhalla xhelaluhu duke e pastruar nga çdo e keqe, nga sa ai është i pastër, vet. Nga sa emri i tij është El Quddus. Andaj nuk e bëjnë krijesat Allahun Quddus, po ai e ka emërtuar vetën Quddus, nga sa është i tillë. Nëse ne kur të adhurojmë Allahun me këtë emër, e pastrojmë atë duke adhuruar atë përmes të emrit, jo duke e pastruar ne nga sa i ka tmeta, larg asaj. Andaj emri Allah El Quddus na mëson ne se të adhurojmë Allahun xhallahu ala duke e pastruar nga çdo sherr, nga çdo mundësi për të bërë keq, nga sa Allah xhallahu ala nuk bën keq. Allah xhallahu ala nuk i bën sherr askujt. O sherru laysa ilayk. Prandaj ky emër na mëson, sikur do të vijë, që ta kemi vazhdimisht të aktivizuar mendimin e mirë për Allahun xhallahu xhelaluhu. Gjithashtu e dyta thotë Ibn Qayyim rahimahullah, të pastruar Allah xhallahu ala nga çdo mangësi. Allah xhallahu ala nuk është i mangë në asnjë aspekt, as në qenin e tij, as në emrat e tij, as në cilësitë e tij, as në shpallën e tij, as në ligjin e tij, në asgjë. Quddus gjithashtu na mëson se Allah xhallahu xhelaluhu është i përkryer dhe absolut. Nuk ka mundësi do të thotë ti afrohet apo ti shfaqet ndonjë emet nga asnjë anë, nga asnjë aspekt. Dhe gjithashtu e treta, sikur të thotë Ibn Qayyim rahimahullah, do e pastrojmë Allahun xhallahu ala nga çdo mundësi për të bërë keq, nga çdo mangësi, wa min kulli aib, edhe nga çdo emet. Allah xhallahu ala nuk ka tmetë nga asnjë aspekt. Ne këtu padyshim me na pyet dikush i dim, kuptim përgjithshëm të besimit që na mëson Islami dhe na mëson besimin në Allahun xhallahu ala, mirë pa do të më ditë edhe cili emër i Allahut azza xal na mundson që ta adhurojmë Allahun xhallahu ala përmes këtij pastrimi. Nësa Imam As-Sa'di rahimullah në tefsirin e tij përmend edhe disa prej ajeteve që praktikisht tregojnë se Allahu xhallahu ala është Quddus. Andaj thotë se një prej ajeteve që në mënyrë më të qartë na tregon se çka është emri i Quddus është sura Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kjo sura sikur që deri përthimin e saj ka rënuar të gjitha ato pretendimet që në vetën e saj përmbajnë qoftë mangësi, qoftë met në raport me Allahun xhallahu ala, të gjitha këtu i ka rënuar sura Al-Ikhlas. Andaj Imam Sa'di po thotë do më na thonë se mënyra më e mirë për ta kuptuar emrin Allahut El-Quddus është ta kuptosh përmes surës Al-Ikhlas, surës Kul huwallahu ahad. Gjithashtu edhe ajete të tjera që Allahu xhallahu xhelalu i përmend mirë, po mendoj që është shumë e qartë ta kuptojmë këtë emër përmes emrit të Allahut, përmes surës Al-Ikhlas. Dhe dietarët islam kur kanë folur për emrat e Allahut azza xal, zakonisht emrat që kanë një domethënë të njëjtë, po i përkas një kategorie të caktuar të kuptimit. Për shembull, a është më një kategori emri i Allahut El-Quddus dhe emri i Allahut për shembull Ar-Rahman? Nuk është një kategori, nga sa ajo është përmshirë, kjo është për ta pasur nga çdo emet. Mirë, pse ka ardhur i shoqëruar në dy vende në Kur'an emri i Allahut El-Quddus me emrin e Allahut El-Malik? Nuk ka i shoqëruar me një emër tjetër, edhe pse sipas kategorisë, domethënë më së afërmi emri i Allahut El-Quddus është emri i Allahut Es-Salam, që ka mas hashr në sun hashr, hu Allahu alladhi la ilaha illa hu al-Maliku al-Quddus as-Salam. Es-Salam është shumë i afërt kuptim të kategorisë, por ka ardhur me Malik, ato që është para kësaj. Për çfarë arsye? Ka thonë ulemat, ka ardhur Quddus i shoqëruar me El-Malik, për shkak se Malik nuk kupton shtirën e pushtetit të tij në çdo aspekt dhe mundsinë Allahu xhallahu ala për të bërë tëra që don, sikur se kemi përmend. Mirë po, kur ti bashkëngjish emrin El-Quddus, ai është i pastër nga çdo sherr, çdo keqje, ti qetësohesh në udhëheqjen dhe në pushtetin e këtij udhëheqësi dhe këtij që gjithë sa në dorën e tij apo. Pa njerëzit kur diqë dikush është i pushtetshëm, apo me automatizëm tani kanë një lloj hezitimi, frike, tash çfarë do të bën? A do të ketë drejtësi, do të andaj kudo që ka rënë Malik subhanallahu, Allah xhallahu ala edhe pse nuk ka nevojë, mi po e ka qetësuar çdo krijesë e tij se po është Malik, mi po krahas ai që është Malik është edhe El-Quddus,
Andaj Allahu xhallahu ala është i pastër nga çdo emet dhe nuk i takon atij, edhe pse është el-Malik, që shtrihet pushtetit i çdo kund, nuk i takon atij që të bën padrejtësi ose të bën keq ose të bën sherr njerëzve, edhe pse njerëzit mund të psojnë sherr, edhe pse njerëzit mund të bëjnë keq, mirë po padyshim se nga ana Allahu xhallahu ala nuk u vije e keqja, nuk u vije nga ana Allahu xhallahu ala sherri në asnjë aspekt. Andaj këto janë disa prej kuptimeve thash që i përmban në vet emri Allahu xhallahu ala el-Quddus dhe lidhja e tij me emrin Allahu el-Malik që ka thash e përmendur në Kur'an në dy vende e shoqëruar me emrin Allahu el-Malik, qoftë kjo në surën el-Hashr apo qoftë kjo në fillim të surës el-Jumu'a, sikur që e përmendur në fillim. Dietarët kanë përmendur edhe zbërthime të tjera gjuhësore të këtij emri dhe ndërlidhjeve të këtij emri me do të thotë me kuptime të tjera të gjuhës, por nuk na duhen më shumë ta zgjatim për shkak se ato më tepër i takojnë pastaj aspekteve gjuhësore dhe detajeve që kanë të bëjnë me këtë aspekt, që kanë të bëjnë me ato që ne kemi marrë vesh në fillim të mësojmë për të, do të aspekte edukative dhe ndikimin e këtyre emrave në imanin dhe në jetën tonë. Andaj do të mjaftona me kaq me serimin gjuhësor dhe kuptimin e emrit të Allahut el-Quddus dhe kalojmë tek pika e dytë e zakonshme që është edhe thelbi i temës tonë, ndikimi i këtij emri në jetën tonë të përditshme, apo si përfiton një musliman nga ky emri Allahu xhallahu ala el-Quddus. Dhe ndëruar kur themi se Allahu xhallahu ala është i pastër nga çdo, pa marrëm pse përmendëm fjalën e Taberiut, edhe Sa'dit rahimullah, Ibn Qayyimit, po nëse marrëm si referencë definimin e Ibn Qayyimit rahimullah për emrin Allahut el-Quddus, se Allahu xhallahu ala është i pastër apo nga çdo mundësi për të bërë keq. S'bën keq askujt. Sherrë absolutisht nuk vjen nga ai asnjëherë. Dhe Allahu është i pastër nga çdo mangësi, dhe është i pastër nga çdo emet. Kjo a dini sa përfshin kjo? Ti vetëm u ul edhe më thon për shembull, sa sherrri është në botë e Allahut sa është ai që e bën këtë. Vetëm me vol për këtë punë sa është kjo e madhe. Nga se në qoftë se një njeri me mundësi të kufizuara, apo ti fillon me numru sa mund me bëu sherrë me dasht. Apo a din sa sherrri është apo? Për shembull, një njeri që ka pa Allahu xhallahu pak pushtet, me mundësi shumë të kufizuara, ti ulesh edhe numëron. Që ky njeri për shembull, sa mund me bëu keq mu. Veç mu sa mund me bëu keq është një listë e gatë. E sa mund me bëu pastaj keq familjes time. Sa mund me bëu keq pastaj fëmijëve të mi. Sa mund shumë. Është mund ndoshta më shkruan një libër me mundësitë që mund njëri me bëu keq. E paramendo për shembull, nëse këtij njeriu i shtohet edhe një tjetër me pushtet që e zgjon poshtë tij. Sa mu zgjeroj keq aty shumë. E kështu më njëri pas njëri, apo sa është e mjaftueshme kjo për më bëu keq sa të dush. E paramendo mundsinë Allahu xhalla xhelalu sa është e pa kufishme. Dhe ata shti nga gjithë kjo e pasron Allahu xhallahu ala. Sa është e gat, lista e gat, shumë është e gat. E po ne e bëjmë këtë në mënyrë të përgjithshme, e s'domthon kjo se prezantimi i përgjithshëm është i shkurt. Allahu xhallahu nuk bën keq, mur fund. Paramendo sa ka mundësi me bë dhe gjitha këto i sigurt për ty nuk i bën. I kupton përmes emrit Allahut el-Quddus. Ose me dalë tek e dyta, mangësi. Paramendo për shembull një udhëhes një kryefamiljar me pas shumë mira, veç një tmet me pas, i pengon me udhëheq familjen që duhet, është e mjaftuar më shkatru familjen apo. Apo për shembull apo kryefamiljari i ka gjitha të mirat apo. Në kuptim pozitiv, si prind, si bashkëshort është i mirë, mi po e ka një të keq e lum bigjaz. A mjafton kjo me kone mjaftuar më shkatru familja? Mjafton një tmet me pas. Apo është e mjaftueshme. Paramendo për shembull naudhu billah tek zotat e tjerë që kanë tjerë ata. Sa tmeta kanë? Sa tmeta kanë zotat e tyre dhe megjithatë me çfarë përkushtimi ata i adhurojnë zotat e tyre dhe i dojnë dhe sakrifikojnë për ta. Nëse asnjë emet nga këto tmeta, absolutisht nuk ka mundësi në asnjë situatë, në asnjë rast, asnjëherë kur të jetë pjesë Allahu xhala xhelalu. Kur nga sa është el-Quddus, është i plot nga çdo aspekt. Dhe është i plot çdo kohë dhe çdo vend, asnjëherë. Kur nuk mundet se ka mundësi njeriu me niku me kon korrekt, pastaj më u shfaq një emet. Sukon që këtu kanë më bën nervoz shumë. Më bën emet, apo
Ka nis shumë po shqetësohet, ka nis shumë po friksohet. Shfaqet nimet më vonë. Tek Allah xhallahu nuk shfaqen këtu. Ti e adhuron Allah xhallahu ala dhe je i sigurt se gjithmonë është ai Zot që të fillim kur i ke besuar deri në fund të adhurimit tënd, ai mbetet i pandryshueshëm kuptimin e kudusit, kuptimin e plotësisë, kuptimin e ruajtjes dhe pasurisë nga çdo emet. Dhe gjithashtu edhe nga çdo mangësi sikurse e përmendëm në fillim. Andaj kur je përballë Allahut azza xal dhe këtij kuptimit të Allahut dhe këtij kuptimit të emrit të Allahut El Kudus, që nuk vjen shirë nga asnjë anë prej tij, nuk vjen emeta, nuk vjen mangësia, që padyshim se reflektimi i parë i këtij kuptimi është të shtohet dashuria ndaj Allahut xhalla xhelalu. Qëse njerëzit nga natyra aty e dojnë dikën që është i plot, e dojnë dikën që është i patmeta, e dojnë dikën që bën mirë, nuk vije e keqja prej tij, apo njerëz nga natyra aty kështu e dojnë dikën. Edhe pse thash, në çdo pikë për këto tre pikave, njëri që ata e dojnë për shkak të kësaj mund të jetë relativ. Mund të jetë i përkohshëm, mund të jetë sot nuk vjen sherrri prej tij, nesër vjen. Dhe megjithatë e dojnë njerëzit. E çfarë të mërmajnë për Allahun xhalla xhelalu, do të thash që gjitha këto i përfshin emri i Allahut El Kudus. Andaj sikurse kemi thënë tek çdo emri i Allahut azza xhel. Roli i tij themelor është që të na shtohet dashuria ndaj Allahut xhelalu ala. Apo të na shtohet kënaqësia, të na shtohet ndjenja e privilegjit dhe nderit që kemi që Allah na ka mësuar të besojmë në të dhe të adhurim Allahun subhanahu wa taala. Mara për shembull, vallahi largo Kur'anin një herë për momentin. Mara çdo libër në botë tjetër që flet për ndaj Zot apo. Shikoj kanë ditë, domthonë edhe me rreth për Zotin që çu na ka mësuar Allahu xhallahu ala. S'po tham realisht ai që është ashtu. Po edhe kur kanë dashur me lavdëru, a kanë ditë me lavdëru që na ka mësuar vallahi me lavdëru Allahu xhallahu ala. S'kan ditë vallahi. Nuk din. Andaj ti kupton se ky lavdërim i Allahu xhallahu ala, kjo njohje ti nuk është për neve. Po ai na ka mësuar që kështu Allahun ta njohim. A nuk na shton kjo dashuri ndaj tij, po dyshim se po. Na shton derën e privilegjin që kemi në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu pe reflektimeve të këtij emri në jetën tonë të përditshme është pasi që kemi kuptuar se Allahu është El Kudus dhe nga kuptimet e emrit i El Kudus është se Allahu xhallahu ala nuk ka tmeta. Atë për sa ai nuk ka tmeta dhe nuk ka mangësi, as fjalët e tij nuk kanë tmeta, nuk kanë mangësi, as ligji i tij nuk ka tmeta, nuk ka mangësi, as feja e tij nuk ka tmeta, nuk ka mangësi. Prandaj i dorëzohemi plotësisht dhe jemi të bindur se tëra që më duke bërë është në kulmin e saksisë dhe vërtetësisë sikur se kemi cek në raste e tjera. Prandaj nga ato që ulemat e kanë përmend se na e pastrojmë Allahun xhallahu ala fillimisht është në reflektimi praktik i këtij emri është fillimisht t'ia pohojmë Allahut azhjal të gjithë ato që Allah ja ka pohuar vetes së tij. Sa njerëz për shembull se kanë kuptuar emrin Allahut El Kudus sikur se duhet e nga jo kuptimi i vetë i këtij emri kanë mohu shumë cilësitë e Allahut xhallahu ala nga frika se nëse ja pohojnë apo mund të jetë kjo ndonjë emet për Allahun xhallahu ala. Nëse e siguron vazhdimisht emri Allahut El Kudus se pohimi i këtyre emrave ose pohimi i këtij cilësive është i sigurt apo nga se është sigurt se ta kanë Allahut azza xal. Prandaj sa prej fraksioneve kanë mohuar qëndrimin e Allahut mbi arsh. Pse? Ka se kanë thënë nëse pohojmë se Allah është mbi arsh, atëherë kemi caktuar ti vend, e kemi bërë sikur se krijesat me këto dilema. Tek si kuptuat emri Allahut El Kudus apo sa është patmeta dhe sa them Kudus dhe them është mbi arsh, nuk kupton që është sikur se Kudus, jo sikur se njëri. Ose kanë mohuar për shembull caktimin e tij, kaderin e tij, kanë mohu ilmin e tij, kanë mohu shumë gjëra. Do të thotë që kanë si pasojë e natyrshme normalisht e keq kuptimit të emrit Allahu xhallahu ala El Kudus. Andaj Allahu xhallahu ala thotë leysa kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Nuk është i ngjashëm me Allahun askush. Dhe pastaj ka pohimi wa huwa as-sami'ul basir, ajo është që dëgjon çdo gjë dhe sheh çdo gjë. Andaj sikurse e përmendën ulemat kur ka mohuar Allahu xhallahu ala se nuk është i ngjashëm me të askush, apo fillimisht kjo pjesë është mohimi. E kur ka bërë pastaj pohimin e ka bërë me dy cilësi që këtë njerëz i kanë, këtë njerëz i kanë, Sami'ul Basir. S'ka dhënë për shembull Allahu xhallahu ala, nuk është i ngjashëm me ata askush, dhe ai është krijuesi dhe furnizuesi, që s'është kurkush kështu. Për shembull, më thon, praktikisht më na kallëzoi që s'është kurkush si ai. Po ka me dy apo emra që këtë njerëz i kanë në esencë, për treguar se pohimi i këtyre nuk kupton se nuk është i ngjashëm me ata askush. Nga se na pohojmë se Allahu dëgjon po edhe kërës më dëgjon, por dëgjimi i Allahu xhallahu nuk është si dëgjimi i krijesave. Lejse kemi thlishi, nuk është i ngjashëm
askur në ndëgjimin e tij, në shikimin e tij, në qëndrimin e tij mbi arsh, në zbritjen e tij në pjesët e dunjas, gjitha këto. As dora e tij nuk është ngjashme, as këmba e tij, gjitha cilësitë e Allahu xhallahu ala që na ka mësuar Allahu me i pohu. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i pohojmë lirshëm dhe komat, pa dilema, pa vezvese, përmes kuptimit edhe të emrit të Allahut El Quddus. Nga se fillimisht ja kemi pohu se ai është i patmeta, apo ai është i që zvjen sherrri për ti, ai është i pa mangësi, dhe pastaj lirshëm themi se qëndron mbi arsh, lirshëm themi se zbret pjesën e dunjas, pa e kushtëzuar me kurzimet e kota dhe vezveset shejtan që e kanë kurzuar të tjerët. Pastaj gjithashtu nga pastrimi Allahu xhallahu ala është reflektimi praktik i këtij pastrimi është ta pastrojmë Allahun xhallahu ala dhe ndëruar nga çdo shoqërues që nuk i takon të jetë shoqërues i Allahut azza xhallahu. Pra sigurisht kanë bërë mushrikët, apo edhe në kohën e pejgamberit ose edhe në këto kohë. Mushrikët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kohën e haxhit çfarë thonin? Ata kanë pas telbien, lebejk Allahumma lebejk. Ata thonin lebejk Allahumma lebejk, ata kanë thonë, nga se kanë trashëguar nga Ibrahim alayhis salam. Me kur kanë thënë lebejk la sharika lak, apo illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Kështu kanë thonë. Lebejk Allahumma lebejk, ona dini o Zot të përgjigja, la sharika lak, nuk ti s'kish shoqërues, illa përveç atij shoqëruesi që ti e ke përzier për vetën tonë pas shoqërues. Tamlikuhu ti e ke në dorë, wa ma malak, ai s'ka ty në dorë atë. Shikoj, kjo un pesë telbes tyne. Mirë po, megjithatë kjo ka qenë një njoll. Subhanallahu, kjo përmbajtje telbes e mushrikëve në krahasim me do telbije të sot që kanë do mushrik është shumë e pastër. Është shumë afër tauhidit. Apo megjithatë Allahu xhallahu ala ka shpasit në dytë, e ka shpasit pa pranuar dhe për këtë telbije, veç për këtë illa sharik, illa veç këtë përjashtim që kanë bërë të vogël, edhe në fund janë më përmirësuar temlikuhu wa ma malak. Apo ti e ke në dorë, ti e udhëheq, nuk të udhëheq aty, megjithatë për këtë janë bërë lufta, janë mos pajtime, konflikte, don zhvillime të ndryshme që janë në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pa sigurisht se thot Allahu xhallahu ala në shumë sura. Surën Al-Anbiya thot Allahu xhallahu ala wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Këto për mushrikë që i kanë përshuar Allahu xhallahu ala se ka melekët janë bijat e tij. Çka si kanë përshuar Allahu azza xhall subhanahu se ka bija, se ka djalë, se harran, lloj përshkrime që kanë bërë. Mirë po, subhanallah, të gjitha këto i ka rënuar emri i Allahut El Quddus. Prandaj, subhanallah, sa ka njerëz sot në botë, edhe ka pas vazhdimisht në histori, njerëz të cilët kanë shpifur për Allahun xhallahu ala, e kanë cënuar pastërtinë e tij përmes të emrit El Quddus. Por gjithmonë ka mbet dhe gjithmonë do të mbet një grup i njerëzve, krijesave të Allahut xhallahu ala, të cilët duke e kuptuar drejt emrin Allahut El Quddus, dhe duke e madhruar Allahun xhallahu ala me emrin Allahut El Quddus, do të rënojnë praktikisht të gjitha këto shpifje që janë adresuar Allahut azza xhall. Dhe shpresojmë që jemi ne ata që kemi mbajtur të pastër apo besimin në Allahun xhallahu ala dhe kuptimin edhe të emrit Allahut El Quddus. Gjithashtu prej kuptimeve dhe pastrimit të Allahut në këtë aspekt, se them Allah është i pastër në qenë e tij, por është i pastër edhe në fjalët e tij, se fjalët e tij s'kan sherr. Dhe është i pastër në fjalët e tij dhe në gjykimet e tij, se nuk kanë tmeta, nuk kanë mangësi. Andaj gjitha këto trija që kanë me kaimi tash bartja tek qenia e tij, bartja tek fjalët e tij, bartja tek veprat e tij e kështu me radhë. Andaj nëse Allahu xhallahu ala El Quddus atë kërkesë do mëzosh me këtë emri, nga ana jon është që gjithashtu të jemi të bindur se shariati i Allahut azza xhall, ligji i Allahut xhallahu ala s'ka tmeta, s'ka sherr për shariat, veç hajër ka për tij. Ai që mendon se ka mundësi ndonjë gjykim për gjykimet e Allahut xhallahu ala me kon i dëmshëm, me kon i keq, me kon jo i favorshëm për njeriu, i padrejt, ky njeri se ka njoftë Allahun xhallahu ala si duhet. Nëse po të kish njoftë Allahun se El Quddus, kështu më njoftë se edhe ligji i tij është El Quddus, nëse vjen pi Quddusit, fjala Allahu xhallahu xhelaluhu, s'ka tmeta në të. Nuk ka, do të thotë kundërshtime, nuk ka kundërthënie në të, nuk ka mos pajtime në të, nuk ka nevojë për ndryshime në të. Nëse vjen nga dikush është i pastër nga çdo emet. Andaj nuk ka mundësi subhanallahu nëse gjykojmë me ligjin e Allahut xhallahu ala të ketë ndonjë padrejti. A ka mundësi? Nuk ka mundësi.
Ka se Allahu xhallahu ala nuk i bën njerëzve padrejtësi me ligjin e kozmologjik. Apo që është shumë më i gjon. Në ligjin e Allahut kozmologjik e dini ndodhen shumë gjëra që nuk ndodhin në ligjin e tij shariatik. Përmes ligjit kozmologjik e ka lejuar kufrin. Po ligji i Allahut kozmologjik është keq ka ndodhur. Përmes ligjit kozmologjik e ka lejuar kufrin. Ka se mos më pa lejuar s'kish pa mos kur fëmijë fytyr tokë me bë kufër. Apo e ka lejuar shirkun. E ka lënë të hapur mundësinë për bërë shirk. Mos e kishte Allah të hapur mundësinë me bërë shirk, a kish pa mundësi të bërë shirk përkundër dëshirës së Allahut? Ja, s'ka mundësi. Ka se s'ndodh asgjë në tokë as në pa lejen e tij. Kush ju ka dhënë leje me bozino? Kush ju ka dhënë leje me vjedh? Allahu xhallahu ala. Mi po leje kozmologjike, të përgjithshme. Që kjo nuk nënkupton dashurinë e tij. Jo, kjo nënkupton lejen e tij, por jo dëshirën e tij. Kuptim të dashurisë. Andaj Allahu xhallahu xhelaluhu do të thotë në ligjin e tij kozmologjik ka leju shumë gjëra. Megjithatë, as në këtë ligj kozmologjik nuk vjen sherrri për tij. E çfarë ta mëron në ligjin shariatik, që është shumë më i ngushtë, është përmbledhur të vetëm ajo çka e don. A ka mundsi për tij atë më sherrri? S'ka mundsi kur vallahi. Nuk ka mundsi. Nëse vjen nga ligji i tij kozmologjik, kjo është më gjan. Nuk vjen sherrri për tij nga asnjë aspekt. Megjithatë, njerëzit në udhur billah kanë mendim të keq për Allahun xhallahu ala. Edhe mendojnë se zbatimi i shariatit mund të jetë i dëmshëm, mund të jetë sherr, mund të jetë kështu me radhë çka flasin njerëz. Nëse ne kemi për obligim që duke e adhuruar Allahun xhallahu ala me emrin e tij el-Quddus, ta madhrojmë Allahun xhallahu ala edhe duke e zbatuar ligjin e tij. S'paka që kena mundësi në vetët tona, në familjet tona, ndërmjet vete. Dhe duke qenë të bindur vazhdimisht se kjo është zgjidhja më e mirë e mundshme, më ideale, e vetmja e suksesshme, e vetmja e dobishme që kanë mundësi njerëzit të arrijnë ndonjëherë në fytyrën e tokës. Gjithashtu nga format e pastrimit të Allahu xhallahu ala apo më thon më drejt të adhurimit të tij me emrin e tij el-Quddus, që është pastrimi i Allahut nga çdo emër dhe nga çdo njoll, është gjithashtu edhe të pastrojmë zemrat tona dhe mendjen tona nga çdo mendim i keq për Allahun subhanahu wa taala. Nga se nëse ai është i pastër, atëherë këtë veprimet e tij në raport me neve janë të pastërta. Dhe duhet të kthehen kështu me pastërti pra. Nuk ka mundësi nga ana e tij të vjen diçka e pastër e nga ana të shkon diçka e njëllosur. Si mendim i keq për Allahun subhanahu wa taala. Andaj çdo sa që Allahu xhallahu ala gjykon për robën e tij, është në të mirën e robët e tij. Por nganjëherë duhet me prek me diçka. Nga se kështu do ligji i Allahut në tokë. Dhe kështu do njerëzit në jetën e kësaj bote veprojnë vetë me ato që ata bojnë. Dhe kuptojnë këtë si gjë të domosdoshme. Për shembull, do të sjellë një shembull konkret. Kur e kanë shpik ose tash edhe kur prodhohet kerri prodhohet me eca munal. Kerri për qëllimin e tij financiar është, me eca munal. Me ecë, që snal është i prisht. Apo andaj qëllimi dhe objektivi kryesor nga prodhimi i kerrit është me ecë. Me ecë. Por megjithatë i ka vendosur frej për munal. Nëse e krahason frenin apo me qëllimin final është në kundërshtim, s'është përputhje. Se çështë ti po thosh, ky duhet me ecë, e tani po i vendos diçka që më nal, e po duhet se me ecë gjithmonë dëmton. Apo ka herë duhet më nal. Ka herë duhet më nal. Andaj edhe njëri me kon gjithmonë shnash, apo përplasët dikun. Duhet ka njerë me koqit me smuja, apo. Me kon gjithmonë i pasën, apo i bën zarar. Duhet me koqit kërë në isprova, apo. Andaj ky freni është me stabilizu ecën veç. Nëse nësin të ecë vazhdan. A është turci? A merë të ne kërë, qëfar do këf tipi e iri, apo në që s'ka frej? Se merë, a s'guzëm me njës me 2 metra. Se me mas 2 metra rezikosh, apo. Dhe Allah xhallahu ala na ka vendosur frej nga urësia e tij për të na sprovuar në aspekte ndryshme apo që të ecim drejt, të ecim mirë ka Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtu frej ka kur të nalin e shes se sa dobi realizohet aty. Ose e kupton moment, ose kupton më vonë. S'pa ku jo më kthejmë kur treguohet filmi, se mos më pa të frenu që tu çuku ka pas me shkuar atë. Dhe ti kështë pasje me konë ma shpesh tani frenumë. Andaj, nuk ka asë një gjykim që i vjen në robin nga në Allah xhallahu ala e që mund të shërben si mendimi i keq për Allah xhallahu ala. Kur? E kuptum na, apo se kuptum na? Andaj, emri Allah el-Quddus
Sikurse shumë emra të tjerë të Allahu xhallahu ala na mësojnë që të kemi mendim mirë për Allahun xhallahu ala. Edhe në kohën e sprovave. Gjithashtu në kuptimin e emrit Allahut el-Quddus është gjithashtu që në kuptim në rrafshin e mendimit të mirë, që ta pastrojmë Allahun xhallahu ala nga mendimi i keq. Nga mendimi i keq nga ana jon për të. Apo është gjithashtu krahas sprovave të larta që po kalon ky ummet, nuk guxon të kemi mendim të keq për Allahun xhallahu ala, se Allahu subhanahu wa taala e lën këtë ummet pa ndihmuar. Gjithashtu nga mendimi i keq për Allahun xhallahu ala është edhe keq kuptimi i emrit Allahu el-Quddus është që njeriu të ketë ndyshje në shpërblimin për veprat që i bën ato. Po bëj po kjo është Allahu xhallahu xhelaluhu është i pastër nga ky emet që ti më të bëj zullum ose mos më të shpërbly ose mos më të pagu për ato që ti e bën. Mejdane të tjera të shumta që shumë i kanë përmend dietarë domthonjë që në kuptojnë të pastruar Allahu xhallahu nga çdo mendim i keq. E gjithashtu mendimi i keq për Allahun xhallahu ala është vëllazëruar dhe mos kuptim i drejtë i emrit Allahu el-Quddus është që të mendojmë se Allahu xhallahu ala i ka krijuar njerëzit pa qëllim. I ka krijuar njerëzit pa diçka tjetër. Veç i ka prunë këtë dunja, shëtetni, hani, pini sa të muni, kjo mendim i keq për Allahun xhallahu ala. Pra subhanallahu, adhurimi i Allahu xhallahu apo dhe zbatimi i kërkesave dhe urdhave të tij është një zbërthim praktik i mendimit mirë për të. Ata që nuk falen ka mendim keq për Allahun xhallahu ala. Ai që mendon se Allah e ka prunë këtë dunja vetëm ngre me pi, ai se ka njoft Allahun mirë atë. Ai ka problem besim defekt. Nga se ti s'bën çështo. Njëtë ndonë ti s'bën çështo pa lidhje. Ande duhet ta pastrojmë Allahun xhallahu ala, spaku nga ajo që e pastroj vetëm do s'kena që vetëm to më janë gjit. Të kemi mendim mirë për Allahun xhallahu ala dhe ta pastrojmë Allahun xhallahu ala nga çdo mendim i keq i joni. Gjithashtu nga ajo që vlen të theksohet është se duhet që edhe veprat tona që ja kursojmë Allahu xhallahu ala të jenë të pastërta nga sa është i pastërt. Të jenë të pastërta tash fillim edhe nga shirku, edhe nga rijaja, edhe nga çdo gjë që e njollos këtë ibadet. Prandaj edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë apo në namazin e tij që është kulmi i adhurimit të Allahu xhallahu ala në praktik e ka adhuruar Allahu xhallahu ala në ruku duke e përmend emrin e tij el-Quddus, subuhun quddusun rabbul malaikati war-ruh. Kështu ka thonë se në rukun e tij 4 minime në sejdë, por më shpesh ta ka qenë në ruku, sikurse thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, subuhun quddusun. Që ka quddusun e ka përmend në ruku. Rabbul malaikati war-ruh, Zoti Rabb, e ka marrë Rabb apo el malaika war-ruh e ka veçu këtu Xhibrilin. Andaj sikur që melekët e Allahu xhallahu ala kanë adhurim kualitativ apo dhe kanë një adhurim cilësor të lartë ndaj Allahu xhallahu ala, edhe ne tentojmë që të kemi kësaj adhurimin ndaj Allahu xhallahu ala. Kualitativ në kuptim të aktivitetit, nuk lodhemi sikurse melekët, nuk mërziten kur nga adhurimi i Allahu xhallahu ala. Andaj pjesë e këtij kualiteti është që mos të mërzitemi kur nga namazi, mos të mërzitemi kur nga përmendja e Allahut azhjal. Këtë na mëson emri i Allahut el-Quddus, apo gjithashtu mos ta përzim këtë adhurim me asnjë njoll, tash qoftë njoll të shirkut, qoftë njoll të shëtitjes së mendimeve, qoftë njoll të shpërqendrimit, çfarë do qoftë ajo që e njollos këtë adhurim, të jetë gjithmonë larg këtij adhurimi, të jetë e pastër sikur është i pastër Allahu xhallahu ala, që atij ne i kushtojmë veprat tona. Pa kur ti e din se Allahu është el-Quddus, është i pastër, apo edhe tash këtë vepër i duhet të përgatit atij më ia dorëzu. Dhe vepra nuk është e pastër sikur se duhet. A është e përcashme për t'u dorëzuar diku që është e pastër? Padyshim se jo. Dhe kjo pastërti e adhurimeve tona duhet të fillon nga zemra jonë. Që të kemi zemrën e pastër fillimisht, që është qendra e kontrollit dhe qendra e dërgimit të adhurimit ndaj Allahut xhallahu ala, e pastaj gjuhën tonë. Dikur që e fliq gjuhën e tij, tuli fare fjalë të folën për rrugë, e fliq me fjalë dyta të rrugaqeve të rrugës, ose e fliq me përgojim, ose e fliq. A është kjo gjuhë pastaj e përshtatshme për ta madhruar emrin Allahu që është el-Quddus? Nuk është e përshtatshme apo? Andaj emri Allahu el-Quddus na mëson që ta pastrojmë edhe gjuhën tonë,
Nga se me këtë gjuhë kena me thonë, pastaj mas gjysore, mas 10 minuta, mas 1 orë, kena me thonë elhamdulillahi rabbil alamin. Andaj nuk është e përshtatshme që kjo gjuhë që deri më ose deri në këtë moment ka ofendu, ka fy, tash kudusin ta madhnon. Jo, atëra edhe gjuha që e madhron dhe e adhuron Allahun me emrin e Kudus, edhe ajo është mirë të pastër, do të thotë konform dhe në përputhje me pastërtinë e asaj që na mëson emri Allah el Kudus. Gjithashtu syt ton, vesh ton, tërqenia jon të jetë maksimisht e pastër në momentin kur qëndrojmë para Allahut subhanahu wa taala. Ana sikur se ka thënë Ibn Qayyim rahimullah se robi Allahu xhalla xhelaluhu i ka dy qëndrime para Allahu xhalla wala. Dy qëndrime kryesore i ka para Zotit. Apo një e ka në këtë botë namaz dhe një e ka në botën tjetër ku del me dhënë llogari. Ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, kush e ka të pastër dhe në rregull qëndrimin e tij para Allahut në këtë dunjë, do t'i bëhet i pastër dhe i rregullt dhe i sigurt qëndrimi i tij para Allahut yawmul qiyamah. Kush e njollos këtë qëndrimin para Allahut xhallahu ala, apo dhe ka tmeta në këtë qëndrim dhe ka mangësi në këtë qëndrim, bartët kjo me dhe kjo mangësi, apo dhe kjo pasiguri, nesër në qëndrimin e tij para Allahut subhanahu wa taala. A ne kush do me pas nesër takim të pastërt me Allahun xhallahu ala. Le të bën këtë dunjë raport të pastër me Allahun xhallahu ala, të pastër në adhurim, gjithë aspektet e adhurimit, të zemrës, e të gjymtyrëve, e të gjuhës, e të tëra asaj që ne përmes e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Dhe e fundi që dua ta thekë të ndëruar është se gjithashtu nga përfitimet praktike që ne i marrim nga kjo emër, nëse Allahu xhallahu ala është i patmeta dhe nga Allahu nuk vjen sherrri, edhe ne duhet të mundohemi që maksimalisht të lirohemi nga tmetat që Allahu xhallahu ala ka kërkuar për ne të lirohemi. Ne nuk mund të jemi padyshim superior. Ajo patmeta është vetëm Allahu xhallahu ala. Mi po duhet njeriu vazhdimisht të punon në drejtim që të eviton tmetat e tij, të largon tmetat e tij. Sa të kuton emrin Allah el Kudus, unë madhrusi Kudusit. Ana unë të jam një deponi e tmetave dhe bërllogjive ndryshme, ndërsa pretendoj se adhuroj Allahun xhallahu ala që është el Kudus, kjo është përputhje apo. Ana tentojnë vazhdimisht që unë ta liroj veten time nga këto tmeta, nga këto mangësi, gjitha këto. Mundom që të jem i plot në diturinë time, mos kemi informata të mangëta. Apo këtë informatë e din gjysë deri më shumë s'din. Apo po më kujtohet veç i kaq më shumë nuk e di. Këtë di, nuk ka diçka të plot nuk din. Mundo një mesele me ditë mirë ç'është duhet. Një rregull me ditë ç'është duhet, një fetva me kuptuar ç'është duhet, një ajet me ditë me tefsir ç'është duhet. Komplet pa tmeta apo pa mangësi. Ka se kjo është efektiv praktik i emrit Allah xhallahu ala el Kudus. Pastaj gjithashtu të mundohemi vazhdimisht që askush mos të dëmtohet nga ana jon. Askush mos sherr për neve. Nga se Allahu që ne e adhurojmë me gjithë mundësinë që e ka nuk bën sherr. Apo dhe me gjithë që askush nuk mund me marrë përgjegjësi. Apo me gjithë Allah xhallahu nuk bën zullum. Ja ka ndaluar vetë si zullumin. Edhe pse kuptimi që ja ka ndaluar nuk është se ka qenë duke boja ka boja. Po më dëgoj se unë vetë zbaj. Edhe kush e merr Allahun përgjegjësi? Askush. Do ti ki më marr përgjegjësi dhe ki më pyet për këtë sherr, edhe pa të bën sherr. Andaj gjithashtu tash nga rrethime praktike dhe dobi që nxjerrim nga emri Allah el Kudus është që edhe ne të mundohemi tash maksimalisht të jemi të pasur nga mangësitë, nga tmetat, çdo aspekt që kemi mundësi. Dhe gjithashtu të ruhemi që askush mos të psan nga sherrri jon. Qoftë nga sherrri i gjuhës tonë, qoftë nga sherrri i gjymtyrëve tona, qoftë nga sherrri i pozitave tona, qoftë nga sherrri i pasurisë tonë, çka do qoftë. Nga çdo ajo që Allah na ka begatuar, të mundohemi gjithmonë të jemi, do të thotë në shërbim të njerëzve për të mirë. Dhe njerëzit të kenë vetëm dobi për neve. Në qoftë se nuk kemi mundësi t'u japim dobi dhe t'u ofrojmë dobi, atëherë së paku sherr mos ju bëjmë atë. Kjo është ajo që mund ta marrë me kuptim nga emri Allah el Kudus. Këto ishin disa përfitime që kanë bërë me këtë emër të Allah xhallahu ala el Kudus. Nëse Allah xhallahu ala që të ushqen zemrën tonë me njohjen ndaj tij, dhe ta mundson që ta adhurojmë Allah xhallahu ala ashtu sikur që na ka mësuar Allah xhallahu ala përmes emrit el Kudus, apo duke pastruar Allah xhallahu ala në adhurimet tona nga çdo mundësi për të bërë sherr, nga çdo emet, nga çdo mangësi, dhe gjithashtu edhe të përfitojmë nga ky emër, këto përfitime që na i kanë përmendur dietarët tonë. Unë me kaq po i do fund këtij emri për sot. Allahu i shpërblet sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliman katira.